pse ne kemi familjarët tanë atje, edhe pse kemi njerëz të familje, sepse nuk ka familje shqiptare në Shqipëri që nuk ka një familjar të afërt, flasim vëllezër, motra, xhallar, djam xhallaj në Greqi. Prandaj them, është një shtet racist. Do të ishte më mirë që Greqia me Shqipërinë të kishte marrëdhënie shumë historie dhe vllazore, do ishin të dy të forcuar, të basur në një ide që ka 100 vjet apo 105 vjeçare, 150 vjeçare ideja për një shtet federativ, atë e kanë pasur nga dy palët. Në kohën e Ismail Qemalit 1907, 1880, 1885 ka letra, ka kërkesa të tilla që të jenë një shtet federativ, por nëse ne do ishim me Greqinë, Greqia do na kishte ngrënë, sepse do na asimilonte me anë të kulturës, gjuhës greke, këto tona që tolerojnë, sepse ne për 10 vitesh që shkojmë në Itali apo në Greqi e hupim gjuhën tonë anëtare, ata prindër pa kultura, po thonë mund t'i quajë idiot pa ditur, që fëmijëve u flasin vetëm gjuhë tuaj, vetëm shkonin në përpushime në Shqipëri, ti gjeni fëmijë që prindërit e tyre kanë 15 vite në Itali dhe në Greqi dhe u flasin greqisht dhe italisht, pa e ditur fare gjuhën shqipe. Dhe ky është niveli i ulët i shoqërisë tonë të Shqipërisë, sepse ti duke u bërë me një kulturë tjetër, kujton se gjetë rehatin, jo, se ti nëse bësh, ti tërsosh në një kulturë tjetër, ti ke harruar rrënjën tënde, ke mohuar nënën, baban tënd, gjyshin, stërgjyshin, je pa histori. Historia jote fillon atëherë, ku fillon asimilimi me atë shtet. Prandaj unë mundohem ta ruaj këtë gjë, ta kultivoj, edhe ke djalin që të di origjinën e tij, rregën e tij.